Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Kryetari i Lëvizjes Besa, Bilal Kasami, paralajmëron se nuk ka një largim të plotë aleancës për shqiptarët nga qeveria. Pas dorëheqjeve të disa funksionarëve qeveritar, Kasami tha se kjo pjesë e aleancës për shqiptarët edhe në të ardhmen do të jetë pjesë e Partisë së Përbashkët me të njëjtin emër. Aleanca për shqiptarët është pjesë e rëndësishme e Vlenit dhe ata do vazhdojnë të jenë pjesë e Vlenit, do të vazhdojnë të jenë edhe pjesë e qeverisë. Kasami paralajmëroi se ata individë të cilët bashkëpunojnë në ndonjë mënyrë apo formë me BDI-n nuk janë të mirëseardhur. Ne kemi thënë që në fillim që nuk do të pranojmë të bashkëpunojmë me individ të cilët në një formë ose tjetër bashkëpunojnë me Aliametin dhe me BDI-n. Pra, çdo kush, qoftë nga Aleanca për shqiptarët apo nga subjekte tjera politike që don që në njëjtën kohë të bashkëpunojë edhe me BDI-n, në këtë rast me Aliametin, ai në një farë forme është i vetë përjashtuar nga Vleni. Koordinatori i grupit parlamentar të Frontit Evropian, Blerim Bexheti, përgënjeshtroi pretendimet e zëvendës kryeministrit Izzet Mexhiti se 3 ose 4 deputet do ta braktisin Frontin Evropian do të bashkohen koalicionit Vlen. Në intervistë televizive, Bexheti kërkoi që deputetët shqiptar të vetëdijsohen, të tërhiqen dhe të mos mbështesin veprimet e qeverisë që në parim, sipas tij, është anti-shqiptare. Në një prononcim për mediat, Bexheti tha se deri më sot zyrtarisht nuk kanë koalicion dhe as marrëveshje me Aleancën për shqiptarët Erben Taravarit. Ditë më parë, zëvendës kryeministri Izzet Mexheti në prononcimet e fundit mediatike paralajmëroi për deputet nga Fronti Evropian që do të bashkohen grupit parlamentar të koalicionit Vlen. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Pas përfundimit të procesit zgjedhor, kryeministri i Shqipërisë falenderoi strukturat e Partisë për Bashkëpunimin. Përmes rrjeteve sociale, Edi Rama e cilson këtë betejë politike si një përvojë të parueshme dhe falenderon të gjithë anëtarët e Partisë Socialiste për angazhimin e tyre dhe ata kandidatë që shkuan në zgjedhje përmes listës së hapur. Dua t'i përgëzoj shumë përzemërsisht të gjithë ata dhe ato që në fushën e hapur të betejës u përpoqen me të gjithë forcat e tyre dhe u bën fuqi e shtuar e Partisë Socialiste në çdo territor, thuhet më tej në mesazh. Për ata që nuk mundën të bëjnë pjesë e legjislaturës së re, Rama tha se kontributi do të jetë i nevojshëm në sfidën për anëtarësim në Bashkimin Evropian. Kryetari i Lëvizjes për Zhvillim Kombëtar Dashamir Shehi dhe kreu i djathtas 1912 Nkile Dalebej deklaronë se janë gati të marrin përgjegjësi që nuk arritën të marrin dot asnjë mandat deputeti në zgjedhjet e 11 majit. Në një konferencë për media, Dashamir Shehi tha se rezultati ishte poshtë pritshmërive të tyre. Sipas tij, Partia Shtet vijon të jetë në qeveri, ndërsa shtoi se e vetmja gjë pozitive në këtë zgjedhje ishte fakti që disa parti të tjera morën mandat. Mund të ketë marrë dhe vota që i kemi pretenduar ne, por ti marrë, i kanë marrë ato, bravo i qoftë. Edhe ju urojmë punë të bardhë dhe shpresojmë që do jenë zot, prodhojnë një sinergji më të madhe politike që ta hapin këtë hapësirë. Pjesa tjetër, e shikoni vetë, është vazhdim dhe konsolidim i pushtetit i Partisë Shtet. Me mjetet reja, sigurisht më moderne, me financa më të mëdhaja, por ky është rezultati, ta thash, ne marrim përgjegjësitë tona në këtë mes. Për Alibejn, përgjegjësia duhet kërkohet tek vetvetja pasi nuk krijuan besim tek njerëzit. Fakti është fakt. Rezultati që doli nga kutit, mirë apo keq, ai që doli nga kutit ishte poshtë pritshmërive tona. Do duhet ato të ishte në plak. Ne duhet ta gjejmë, unë dua ta gjej përgjegjësinë së pari tek vetja. Kushem tek vetja, tek hapësia jon për të përcjell tezat, programin, qëndrimet tona. Opozita në Kosovë vjon akuzën ndaj vetëvendosjes për bllokim të kuvendit. Antari i kryesisë Partisë Demokratike të Kosovës, Arben Mustafa, paralajmëroi edhe për një përshpejtim të rritjes së çmimeve të produkteve bazike, teksa vetëvendosje bllokon kuvendin dhe mban me forcë pushtetin qeveritar. Sipas tij, të dhënat e muajit prill tregojnë për një rritje nga 10 deri në 16.4%. Në kohën kur partia që ka dalë para nga zgjedhjet e fundit ka vendosur që ta mbajë të bllokuar kuvendin e Kosovës dhe po ashtu po mban të uzurpuar pushtetin qeveritar pa asnjë vendim, pa asnjë aktivitet në të mirë të vendit. Ekonomia e Kosovës dhe qytetarët e saj sot po ballafaqohen me një rritje të shpejtë të çmimeve në produktet bazike. Deficiti tregtar i Kosovës po përkeçohet, përderisa bizneset po goditen rënd me masat për pengimin e tyre në furnizimin me energji në brendi të vendit. Mustafa tha se ekonomia e vendit po vazhdon të ballafaqohet me përkeqësim të mëtejshëm të deficitit tregtar si pasojë e rënies së eksporteve dhe rritjes së importeve, duke theksuar se vetëm në 3 muajt e parë të vitit ky deficit arriti në 1.4 miliard euro.
Shoqet lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.